Po, sepse ishin duke vazhduar bisedën. Arlin, para se të flasin dhe Flogerti e Marsidin, lutem më thuaj, si e shikon gjithë të përpjekje, negociat, për partive të tjera, duke mos përfshirë të pra, duke mos, pa ju përfshirë juve, Lëvizje Bashkë, dhe e dinin fakt që qëndrimin tuaj, kështu i bërë publik, që po mundohen të bëjmë bashkë për nxjerrje kandidate para. Besoni se do dalin kandidat, shumë emra në lojë, Erman Asimja, Edira Çepani dhe Florian Ackaj. Tani Asimja është propozimi, kam përshtypjen, i Partisë Mundësia. Ky Florian Ackaj nuk e di se propozimi kujt është. Ka dalë momentet e fundit. Vetë Asimja ka deklaruar që është propozimi im. Po s'ka mundësi kjo. Po e thot vetë Asimja. Unë për shembull një nga emrat që kam propozuar kur Flokert na thuaj se ti je më i updateuar me lajmet e. Asimja ka konfirmuar që është propozimi i lëvizjes i kësaj Partisë Agronshehajt. Dhe kur është pyetur për emrat e tjerë, ka thënë që kam respekt, tha. Kam respekt, po jo se ka propozuar ai, por. Kam respekt, tha, madje për zotin Haçkaj, tha, unë kur jam pyetur kush mund të jetë një emër potencial. Po mirë. Unë e kam propozuar si emër. Ja kam propozuar, pra. Që unë do ishe dakord se duket njëri. Propozuar, pra, kur më kanë thënë kush mendon se janë 3 emra që mund të jenë kandidat potencial, unë them Qori, Çani, Gupi. Qartë. Dhe ai ka thënë, Haçkaj ka qenë një nga emrat që ai ka propozuar. Pastaj për zonjën Çepani nuk di ta them, nuk ka patur. Po thon Fatin Mediu, pra, është vërtet? As konfirmim as nuk di ta them. Partia Republikane, është e vërtet apo janë llafe të gjitha? Por deri tani çemrash kanë lodha ta dim. Dhe janë vetëm këto, pra, sot që flasim janë 3 emra që kanë dalë nga negociatat, ta 3, Ermal Hasimja, Edira Çepani dhe Florian Haçkaj, dhe nga ana tjetër ka disa të veçpallur, nëse mund ta them, ose të gatshëm për të kandiduar, që janë Kleviz Balliu, Adriana Kalaja, e kam pyetur personalisht në studio a do ishte i gatshëm të ishte kandidat dhe të hynte kësaj sfide dhe më ka deklaruar që nuk i bëj kur bish sfidave, e Temaga, dhe këto, do më thonë, edhe Dorteliti ka thënë që do hyjan në garë. Pra këto janë ata që janë gati dhe kanë pranuar publikisht në qoftë se do propozosh. Nga negociatin vetëm këto, edhe Pano Soko në informacionet që unë kam. Nuk ka ndonjë. Ka disa kritere që. Kriteret janë, i ka thënë... Pano Soko ka thënë dorëheqje pra nga ajo. Ka lidhje pra, edhe Asimja nuk është asgjë kundi. Po shtë si ka më, këta të mbështeten nga një parti. Eksakt pra, kriteri është të jetë njëri që ka vokacion opozitar dhe ka kontribut publik në opozit. E kuptuam. Ore Berisha vetë, do t'jene kandidat më dha? Erdha mërësit, një sekund. Flogerti. Me sa duket doktori duke ditur përfundimin, që tani po kryon argumentin. Çdo thëmë? Që do të thot, duke ditur që përfundimi në çdo rast është humbja, ajo që do shohim është thellësia e saj, ai që sot po heq duart nga kjo garë, duke thënë që kandidati ishte produkti negociatave dhe humbja ishte opozitës bashkuar, jo e Partisë Demokratike. Po ti thua do ta mbështesi, do japi votat kandidatit që s'do ishte? Do ja japi. Patjetër, dhe pastaj është ajo kënga që ne kemi dëgjuar që krimi, bandat na votën. Këtu do jemi, për 5 javë do ulemi, do vëmë sinkronin të doktorit fjalën time dhe Jo, se nëse nuk është kandidati vetë, nuk ka pse e bënde këtë bujtë madhe mbrapa. Do e bëj sepse ai po tenton të bashkojë opozitën çan. Cili? Doktori. Pra kjo do quhet një lloj bashkimi opozitar, edhe pse bashkohet me një pjesë të trupit të tij që është ndarë para pak. Tani një sekondë, Arlindi dihet që nuk ka punë me ata dhe derisa të jetë në jetë Arlindi nuk i dyshon parimet. As lapaj. Ti thua lapaj nuk bashkohet as lapaj. E ka deklaruar. Që? Lapaj ka deklaruar mbrëm që unë mbështes çdo kandidat që plotëson disa kritere, por që del i pavarur dhe ka votat tona, por jo kandidat që vjen si propozimi i Partisë Demokratike apo i partive të tjera. Sepse, kur unë doja të ishim bashk, këta refuzuan, tani unë nuk mund bëm pjesë më me këtë klasë politike, sepse si Qori dhe ai thot, jam anti-establishment. Pra, se thuash, më të mençurit të histori janë Kapri, apo jo? Kapri dhe Shehaj, të cilët janë produkti i Partisë Demokratike, janë shkputur... Nuk ka rëndësi, ata janë entitet më vete tani. Dhe tani ata praktikisht, nëse mund ta themi kështu pa konotacion negativ, në një farë mënyrë kanë zënë shamat, ose kanë marrë, si thuash... Nuk e dim akoma se do të pranoj. Po janë një pozit Partia Demokratike që është para faktit kryer, domethënë opinioni publik duket sikur ka përqafuar, ku diun, Hasimen.
Nga burimet që kam unë, Qani, edhe nga bisedimet që kanë qenë brenda PD-s, është bërë një llogaritje, pra se të arrinim të këtë fazë, shpallë kandidate. Pra, ata morën statistikat e rezultateve në bazë zgjedhjeve të 11 marit. Dhe panë që diferenca midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës ka qenë diku te 64.000 vota. Dhe bën një llogaritje që nëse në koalicion do bashkoheshin edhe partitë e tjera opozitare, pra Partia Mundësia e Gronshejait, Shqipëria bëhet e Lapajt, po ashtu dhe Lëvizja Bashk e Zotit Qori, mund të gushtoj diferenca në 6.400 vota. 7.000 vota. 7.000 vota. Dhe shikoni si një rast i mundshëm që të kishin një kandidat potencial për të ngushtuar dhe më shumë të rezultat. Në rang qarku. Në rang qarku. Dhe u arrit në bisedime, Qani, ose në ato që fliteshin midis eksponentëve drejtues Partisë Demokratike, që kushti i parë, ose pra kushti i parë që duhet një koalicion i gjerë, opozitar për te pra Partisë Demokratike dhe aleatëve që Partia Demokratike kishte në zgjedhjet e 11 majit. Si duket, sepse nga njëherë duhet të shikojmë fenomenin si shfaqet, pra pasojat që të arrijnë po të kuptojmë shkakun. Kuptohet që mund të ketë pasur një kanal komunikimi midis Partisë Mundësia ta Gronshejait dhe Partisë Demokratike, sepse ishin dy zgjedhje në tavolinë. Ose kandidati duhet ishte një kandidat nga lista e hapur, i cili ka treguar marrje votash, mbështetje në elektorat, një figure pa përlyer siç ishte për shembull zoti Ilir Ali Mehmeti ose Zoja Njorida Tabaku, dhe këta për shembull pasohesin nga figurat të tjera që duhet të plotësonin kushtin të jetojnë në Tiranë, të jenë Tiranës, të jenë njerëz pa përlyer, siç ishte edhe zoti Aga ose për shembull zonja Ilda Zhulali. Mirë po, siç duket, para kushti ka qenë që duhet të jetë një kandidat jashtë politikës, në kuptimin që mos ketë përkatësi politike, dhe mendoj që mund të jetë kushti vendosur nga lagët. Jo partjak. Jo partjak, po. Mi po tash gjithmonë politika ajo që ka rëndësi, unë mendoj që është raporti forcës dhe i numrave. Një parti e cila ka 50 mandate, e cila kufizohet nga një parti që ka 2 mandate, nëse është Shtot Thogerti dhe që ajo ka arritur të imponojë 3 kandidatët e vet, unë e shikoj si paftësi politike dhe simbolika verbale tregon që ne nuk kemi kapitale njerëzore ose nuk kemi një figurë e cila të bëj ballë këtyre zgjedhjeve ose të arrijë të bëj bashkë gjithë faktorin opozitar, përdesa shkon jashtë terrenit politik. Saj, ose jashtë strukturave. Dhe kur thema strukturave dhe kandidatët listës të hapur, por dhe eksponentë që janë përfshirë në debate publike që kanë qenë afër Partisë Demokratike, që mund të ishin dhe analistë. Po e fus kotun për një emër, po e marr sa për shembull zoti Koka, për shembull, Bledian Koka, i cili ka qenë afër asaj partie, mbrojt artikulimet e saj, po e marr si shembull, Kush është ky? Një analist. Koleg gazetar, Bled Koka. Ne kemi ngatrojnë mollat. Kur thoni Koka, më kujtohen këta, Fisi Koka, Lefter Koka, këta. Jo. Jo, dhe Bledi Ande është nga Manza, nga Durrësi, po nuk e di kënë lidhje. Ndërkohë që ideja... Mos është ky që është me... Mos është ky... Se unë e gatroj këtë Bledi, mos është ky i det e syri. Po, ai është Bledi. Dakord. Qartë. Ndërkohë që ideja e Gonit, ta Gronshejait... Do kam rritur pak, Me sa di... Memoria ime është e tmerrshme. Me sa di, ka qenë ideja Çani që duhet një kandidat për te politikës, pa që nuk del nga kryetari i Partisë Demokratike, nuk del nga kryesia, sepse ai do të legjitimoj kauzën e vet që pse u shkëput nga PD-ja. Pra Goni pretendonte që u shkëput nga PD-ja se brenda PD-s nuk ka garë. Qartë. Ka qenë një nga arsyet e veta. Kështu që është detyruar që publikisht domethënë të imponoj PD si kandidat i cili nuk del nga strukturat e saj. Por të gjitha këto i kuptojmë. Po. Deri sot po flasim. Të vetëm një lajm i qartë kemi Arrinqorin vëlla. Po, kjo është e vërtetë. Edhe Marasiliu që caktoi Ramzi 4. Në fund guri peshës është vetë doktor Berisha. Ku do vej gurin e peshës? Tani Arlind, është momenti jot. Para se të jam fjalën, njeriu që më shkruat i që parë, që thash unë bravo kjo lufta me kohën, quhet Andi Biba. Nuk e di njeh apo jo. Andi Biba thot jam Çani. Po. Dhe thot, shihet çfarë thot. Ai që lexoi atë, ai që çon mesazhet atë për kohën. Po. Thot, përshëndetje misuri thyet, për Marsitin do kisha një konstatim, kundërshti, thot. Nëse do kishte optimalisht një Arlind të djathtë, me që thetë jesh fatkeqësia s'ka një Arlind të djathtë, do kishte një klash, pra një përplasje me syre, thot, që do ja zgjesonte të dy, pra dhe Arlindin e majt dhe Arlindin e djathtë, homologun e tij të djathtë. Do ja zgjesonte të dy nëse do merreshin me njëri tjetrin, thot. Arlindi është produkt i kontekstit, e të gjithë artificat që po përdoren është që t'i humbin thelbin. Nëse Arlindi është nga të paktët njerëz që i prodhon koha dhe nuk ka hallin e të tjerëve, as të ashtuquajturve partitë e reja. Pastaj vazhdon, thotë të kohës, pastaj urojmë të jetë ajo që themi shpesh, që rrugtimi apo një histori e mirë është më e rëndësishme se një qëllim bosh, apo benefite që i merr nga qielli si shumë politikan që siç vinë ikin. Pavarësisht ideologjisë së tij, thotë Andi, meriton respekt, duhet të mbartet të njëjtat vlera në ideologjinë e kundërt, duhet të mbartet të njëjtat vlera në ideologjinë e kundërt.
Unë jam Andi Biba, thot, prapë nuk e ke numrin tim, tani është nova. Unë kam qenë student filozofie kur kur Arlindi ishte brezi parë i shkencave politike, thot. E njoh në distanca të djalë, thot. Po kam një respekt si për pak nga ata që njoh, thot, të brezit tim, i kanë hyrë të brezit tim dhe i kanë hyrë gjës për interesat të ngushta fare, thot, ta të tjerët, shqyqy që janë se duen dhe ata, thot, në raport me përballë Arlindit. Dhe pastaj vazhdon, thot, kështu fiton Berisha duke pranuar asimen dhe Gonshea në rezulton biznesmen, që do më rufut në lojë si djali prankprishës i kthehet në hero etj. Lapa i thot nuk kam I am sorry, por po e lëm të herë fundi që kishte në studio, thot, i bre provokimin dhe hëngrën piranjat, Flogerti me shok. Piranjat i quhen dy kipla. Andi i quhen piranjat sa bukur, piranjat me shok, çfarë perle. Po pse i fut Flogertin te piranjat ky? Tani janë vetëm sy e veshtot, po ndjek emisionin. Asnjë jam duket i kandidati pa kundërshtueshëm, si nga PD, thot, sepse ka qenë te Kopi, si edhe nga ca të tjerë që duan me urit në lojë. Goni ka bërë superlëvizje, thot, Arlindi është tjetër gjë, thot, është niveli i lartë. Andi Bibën e lexuam sot të gjithin. Shumë. Jo, unë falenderoj që më tha piranj, po nuk kuptoj çfarë kam ngrënë, se unë se atë natë... Mos ka për emisionin Piranja, morbur. Natën e fundit me zotin Lapaj, unë kam patur një goxha debat, dhe ishte i gjithë ndërtuar mbi çfarë kishte ndodhur. Për sharlatanin politik, që unë se kam dhe një profesor që e një mirë dhe gjuhën politike më se tash, unë dhe i asqarova zotit Lapaj, që vjen italianët e përdornin për këta që shpërndanin ilaçe që ishin të falsifikuara më se tash, dhe u fut në fjalorin politik si manipulatore më se tash. Por rrofsh. Arlind, pyetje për modelet çan vetëm diçka, pra atë që thamë fillim, modelet konkurruese nuk janë asgjësuese me njëri tjetrin. Nuk janë asgjësuese. Jo, nuk janë asgjësuese njëri tjetrin. Pra Melonshoni nuk e asgjëson Marine Le Penin dhe e kundërta. Po. O, Arlind, po. Jo, më falë, Arlind, du të flasi pas ati mesazh. Do flasi pra? Ajo është PR, më. Të tjerat janë... Nuk beso se do të reagoj për atë. Më pyet. Ajo ishte PR për Arlindin, kështu që. Faleminderit. O, Arlind, dëgjoj Arianin. Kam ca pyetje për ty. A nuk duhet mbështetur Velia e zoti Qori, thot, kur Rama urdhroi ushtarët e tij ta shkarkonin? A nuk do ishte Velia e sot akoma kryetar? A nuk do ishte një vështirësi, po të ishte akoma kryetar për Edi Ramën? Këtë pyetje e bëj sepse Arlindi ka një këshilltare në bashki, thot. Dhe pastaj vazhdon dhe shkruan, po ta them vetë këtë, pastaj bëti një komentin tënd. Velia është i lloj Arqiviadi, kjo për Marsidin. Kur athiniotët e shkarkuan dhe donin ta dënonin, njësoj si Veliajn, ai shkoi në Perset. Po. U bashkua me kampin kundërshtar të Spartanëve. Në Perset. Shkoi në Spartë apo jo? Po. Jo në Perset, në Spartë. Çfarë thon Perset? Duhet të ketë bërë gabim. Njësoj opozita duhet të bënte të vetin Veliaj, thot, pasi morën Arqiviadin, persët, po pra. Persët në Persi. Te Irani, shkojnë në Iranin e sotëm. Dakord. Pasi morën Arqiviadin, thot, persët e mundën Athinën. Opozita prapë bëri gabim dhe votoi për shkarkuar mikun e Ramës, Veliajn. Tani është momenti jot, të na sqarosh. Siç besoj unë, duhet jetë morale dhe konsekuente. Ne kemi kundërshtuar teorisjen e Erojn Veliajt që nga momenti i parë që i ka ardhur në kryet Bashkisë Tiranë. E kemi denoncuar, kemi protestuar, e kemi akuzuar, kemi kërkuar shkarkimin e tij të nesërmen e arrestimit përmes këshilltares tonë, Këshillin Bashkiak, Mirela Ruko. Kështu që për te çfarëdo lloj përllogaritje dritë shkurtër, ne kemi vendosur që Erojn Veliaj duhet shkarkuar dhe Mirela Ruko ka votuar pro, si gjithë. Shumica, po thuaj se tërmuese e antarëve të Këshillit Bashkiak ka votuar pro shkarkimit të Erojn Veliajt. Unë gjithsesi kohët e fundit unë kam bërë thirrje për Erojn Veliajn, kam bërë një thirrje publike, disa thirrje publike madje. Dhe kam thënë që qofse ti do të bësh një punë të mirë, vërtet mirë në jetën tënde, është të thehesh në bashkëpunëtor drejtësisë. Pra ato gjëra që ti di, ato gjëra që ti ke bërë bashkë me Ramën, bashkë me të tjera figura të rëndësishme të pushtetshme të Partisë Socialiste dhe me oligarkët ekonomik, është momenti ti nxjerrësh përmes dëshmisë tënde në prokurori dhe pastaj sigurisht edhe përpara opinionit publik. Po unë nuk besoj thashë kjo politika e
prapaskenave, kulisave, e bëu me këtë armik. Po kjo ndodh që ndej, unë kuptoj që për qëllimin Jeta bëjnë të tjerët, me sa duket PD-ja po flirtonte me këtë gjë. E po ta shije edhe në Këshillin Bashkiak, ngulte këmbë si mushka që Erion Velia me se s'bën duhet ishte i pranishëm në atë mbledhje. Ndërkohë ata votuan kundër, edhe ata e shkarkuan. Tani sigurisht nga halli, Nuk mund ta bënin, po. Si edhe ata do kishin shumë vështirë të justifikonin një vot, le të themi, kundër shkarkimit Po, Velia. e gjitha kjo lëvizje, qoftë nga ana e Arlindit, ky qëndrim, qoftë nga ana e atyre tjerë, prapë çon ujë te burimi i sultanit, i Ramsit 4. Ai përfiton nga gjitha kjo. Po nuk besoj që Rama përfiton. Mos harro diçka. Për Ramën, arrestimi i Erion Veliaj, po edhe shkarkimi i tij përbën një lloj kostoje politike, sepse fundja ka qenë kryetari i bashkisë, i mbështetur nga Partia Socialiste dhe i mbështetur rreth parë nga Rama. Janë panumërtat deklaratat entuziaste të Edi Ramës për Erion Veliaj, kështu që kjo kosto morale dhe politike ka për Ramën. Asnjë kosto elektorale, kjo vërtetuan zgjedhjet e fundit apo jo? Por nuk e di. Morën më shumë. Vërtetuan. Vërtetuan. Unë nuk e di si ka vazhduar fraksionet e Veliajt. Ndjes Arlind, mund të merrte 22 po të ishte Veliaj për shembull? Si? Mund të merrte 22 mandate po të ishte Veliaj, ku e dimne? Sa morën aktualisht? Mori 19. Po të ishte Mori një më shumë se ç'kishte, por ai një ushtua nga që ju hoq koshës si mandat dhe erdhi në Tiranë. Shkone nuk e... Nëse Veliaj do ishte, mund të shkonin 22. Nëse Veliaj do fliste, jo këto që thot Arlindi, po dilte kundër, vetëm për fakt që ishte në burg dhe të fillonte të fliste kundër partisë tij, mund binte në 13 partisë. Ku e dim ne? Pra, nuk po them që do ta shohim do ta shohim këto zgjedhje nëse ka ende pesh apo çfarë peshë ka Erion Veliaj brenda Partisë Socialiste. Unë nuk di ta them se as i njoh fare ç'bëhet aty brenda. Por mendja ta doj që nëse ka pas do far pushteti brenda, si thua, Partisë Socialiste. Unë besoj se jo, me një bilbil ata u kthyen të gjithë sepse në këto zgjedhje patun vërtetua që rënje nuk ka. Apo jo? Sepse varet dhe qëndrimi i Veliajt çan. Se të njëjtë ata flogre që mendon se Veliaj kishte një mbështetje të vetëm? Jo, po them këtë, nëse Veliaj do kishte X njerëz me influencë në qytet, të cilët kishin në dorë X qindra apo mijëra vota, Veliaj ka në dorë që nuk i kishte në dorë, pra. Po pra, ka në dorë, ka një qëndrim tine. Ora, do mërziteshin ata, por në momentin që ky u fut në burg, dhe që Ramsi vuri atë gocën, si e ka? Anuelën, po, si e ka? Dhe nuk pranoi zgjedhjen e Veliajt. Nuk pranoi zgjedhjen e Veliajt. Bravo. Do reagonte, pra do shihej në numra. Po pra. Kjo u vërtetua që nuk ka absolutisht asgjë, pra nuk humbi asgjë Ramsi. Po ne nuk e dim se Partia Socialiste pretendonte 21. Le mos e pretendonte, sa kishte marrën e fundit, o Floger? 18. Mori 19. Ai rezultatin. Po pse? Pra kjo është tregon. Jo pra, që një bie me që ta ngrihen. Kishin tjetër objektiv. Kishin tjetër objektiv pra, se në sondazhet që bënte Rama, Tiranën 19-ën e kishte në rastin më të keq. Dhe praktikisht doli te rasti më i keq. Arlind Qori kandidat i Lëvizjes Bashkë. Pyetja ime është e thjeshtë. Ti besoj e kupton që luftën se kemi me Marsiliun këtë zgjedhje, ka prapë me Ramsin e 4. Sigurisht. Se në fakt kandidati real është ai. Beteja në radh parë është me si me veten. Lere mo me veten është tjetër gjë. Mos të presim Arlindin të lutem, sepse tani. Beteja ime është disafisht. E para sigurisht është me qeverinë edhe me kandidaten që Edi Rama ka vendosur, Mana Serliu. Duke pas parasysh si funksionon Partia Socialiste, se si ata që janë poshtë Ramës janë pa personalitet politik, pa autonomi politike, Zoja Mana Serliu është thjesht dhe vetëm përfaqësuese e Ramës aty. Rama nuk futet dot vetë për Bashkinë e Tiranës, vët dikë. Gjuna që s'futet vetë në fakt kur e mendon ai. Çe e pengon? E dyta, sigurisht që është kundër oligarkisë ekonomike, sepse në këndvështrimin tim, oligarkia ekonomike dhe pushteti politik janë aq shumë ndërthurur me njëri tjetrin, përmes interesave tyre të përbashkëta, ekonomike, financiare, po edhe politike e mediatike, sa që nuk mund të luftosh kundër njërës palë pa luftuar njëkohësisht edhe kundër palës tjetër. Ne do bëjmë një fushat që do evidentojmë të gjitha problemet urbanistike të Tiranës, se çfarë po i bëjnë ndërtimet pa kriter dhe fitimet pa kriter qytetit Tiranës, çfarë kosto ka për cilësinë e jetesës, për shëndetin publik, për rehatin e njerëzve, për lehtësinë e tyre për të udhëtuar në për qytet. Dhe sigurisht, kandidatura ime do të jetë edhe një betejë kundër krejt establishmentit politik. Unë nuk jam, edhe s'kam përqenë ndonjëherë aleat as afër Partisë Demokratike. Unë
ata me cilët kam i themeluar lëvizjen bashk, s'kemi qenë as i moment pranë, as PS-s, as PD-s, kemi pas gjithmonë rrugën tonë, dhe në këtë sens, qofse ne i kundërvijemi, jo vetëm qeverisë, patjetër, jo vetëm oligarkisë, po edhe establishmentit politik, sigurisht që kundërshtari im ka për të qenë edhe kushdo qoftë që do jetë kandidat i Partisë Demokratike, sepse e dëgjova pak më herët debatin midis jush, ne mund të përdorim simbole sa duash, mund t'i vinë të vërtetës rreth e rrotull, mund të themi kandidaturat pavarura, jo për shoqëria civile. Në momentin që një parti të mbështet ti je kandidati i asaj partie, mund mos jesh vetëm i asaj partie, mund të jesh i 3-4 partive, por fakti që ti s'ke qenë më parë antari i një partie apo jo, nuk bën fare ndryshim. Ajo kandidaturë që do dalë nga PD-ja, nga koalicioni PD-s me parti tjera, cili do qoftë statusi ti, edhe sikur thonë është i pavarur formalisht, mbledhim ca firma dhe fusim në të kandidoj, është kandidat rreth pari Sali Berishës dhe do të mbaj mbi kryet e veta të gjithë koston, të gjithë barrën historike të Sali Berishës. Sali Berisha nuk ka lindur dje, dhe nuk është i personazh i panjohur për kryetarët shqiptar. Pra, ti nuk mund të thuash ky person, kjo zonjë, ky zotëri që mund duket çik simpatik ose mund duket çik i mirë, është thjesht vetvetja. Vetvetja je në momentin që ti del mbi fjalë si një iniciativë qytetare, i pa mbështetur nga askush. Edhe unë nuk jam thjesht vetvetja, po jam produkti i vullneti politik. Është vullneti politik i... Pra, Alin, të rikthehemi te shpreha e famshme të përqej shumë, nga cili pozicion flet apo jo? Nga cili pozicion flet. Është perl. Jo se të gjithë bëjnë sigure, ore nga cili pozicion flet. Ti nuk mund të thuash, unë jam i pavarur i rënë nga qielli dhe merruni me mua si ti i pavarur. Jo, sepse shko, mua ma kanë bërë një pyetje kolegët tuaj para disa ditësh, më kanë thënë, merr një situatë hipotetike që sigurisht do ndodh ndonjëherë. Sikur Sali Berisha të nxjerr fare kandidatët dhe i thot popullit votoni Arlind Qori. Çfarë do të thojë? Duhet të thojë jo. Nuk e dua mbështetjen e Sali Berishës, sepse edhe sikur kjo të ndodhte, pavarësisht llogarive 5 vota më shumë, 5 vota më pak, është një mënyrë e identifikimit me Sali Berishën. Është një mënyrë që unë them që Lëvizja Bashkë dhe PD-ja kanë një lloj afërsie, ndërkohë që ne afërsi me PS-n, me PD-n, me këto parti të korruptuara, as kemi pasur, as kemi dhe as vetëm se kujdes, këtu je pak kontradikt. Sepse je po ti që ke thënë para pak kohësh, gjatë fushatës për zgjedhje, që ti ke probleme me elitat në këto parti, po jo me popullin që votojnë ato. Bile ti ke thënë, qose ka njerëz të PD-s që duan të votojnë për këtë, unë të kam dëgjuar shumë mirë, OZBS-s janë të mirë se ardhur. Dhe unë dhe e them prapë këtë. Sigurisht që të thash Sali Berishën, të thash elita drejtuese e PD-s, sepse fundja, ata 25.000 veta që e kanë votuar Lëvizjen Bashkë zgjedhjet e fundit, ata nuk kanë ardhur nga Marsi, kanë jetuar në Shqipëri dhe në zgjedhjet e më parshme, patjetër një pjesë prej tyre kanë votuar PS, një pjesë... Pra s'mund t'i thuash jo në qoftë se ti shef që një parti e madhe, në këtë rast, me e madhe... Unë i them jo... Mbështetjes publike të ti. Dhe elitës, po edhe private dhe publike... Nuk i fton mbështetjet e votues të PD-s, malla. Edhe mbështetjes... Që mund t'jenë të lodhur, malla, dhe s'kam besim. Do më dëgjosh? Ty po dëgjoj. Bëj thirrje drejt për drejt, shoh kamerën. Prit njerëz, se s'ka filluar fshata. Jo, mi shive, s'ka problem. Unë kam qenë kur i shkoj. Kamera është njerëzit, kështu. Po njerëzit janë, kështu që. Shumë e thjeshtë. Të nderuar bashkëqytetarët e mi, për çdo që keni votuar në zgjedhjet e shkuara para 2 zgjedhjeve, 3 zgjedhjeve, unë do t'ju ftoj me respektin më të madh që të votoni për Lëvizjen Bashkë, sepse unë kam respekt për çdo qytetar që jeton me punën e vet, që çon përpara me ndershmëri gjithë aktivitetin e vet. Kështu që unë nuk kam asnjë problem me antarët e thjeshtë, me mbështetësit e thjeshtë të PS-s dhe mos hallo diçka. Në fushatat që ne kemi bërë, na qëllon shpesh, biles ca herë dhe i kemi filmuar diskutimet me qytetarët. Ai thot, ore unë thot jam antar i asaj partie, ose jam, ku di unë, asaj partie, por këto zgjedhje do të votoj ty, këto zgjedhje do votoj për Lëvizjen Bashkë. Po pra, se ka shumë mirë pritur. Pa diskutim. Janë mirë pritur pra. Ju s'keni gjë me ta. Si mund të kemi ne gjë me popullit? Sepse po të mbledhësh votat që ka marrë PS-ja dhe PD-ja zgjedhjet e fundit, ku di unë, shkojnë diku te 80%. Ndoshta një çik më tepër. Unë duhet isha i shmendur që të kisha probleme 80% shoqërisë. Lufta ime është që t'i bind ata që të vinë ty. Të ndrojnë preferencë politike. Kjo është lufta ime. Konflikti im është me elita drejtuese të këtyre partive që kanë tradhuar elektoratin e tyre, mbështetësin e tyre, kanë gënjur shumë herë. E kanë tradhuar ndoshta pjesërisht, sepse fakti që ata marrin kaq shumë vota, i bie që se kanë tradhuar për ata. Unë që kanë tradhuar interesat e vërteta dhe afatgjata të votuesve. Tu jemi dakord, afatgjata, po. Më kupton? Dakord.
Sepse sigurisht që kur një parti ka pushtet mund edhe të komprometoj. Unë e kam treguar disa herë një histori që më ka thënë një miku im për një familjarin e vet, që më thanë zgjedhjet e fundit ky familjari im votoi për herë të parë në jetën e tij PS-n. Dhe unë them tani, ç'është ky njeri që në 30 ca vite pluralizëm, më kujtua vetëm 2025-ën, votoi për herë të parë PS-n. Edhe kishte dhënë një histori, treguar një histori. Tha më premtoi ai, ku di unë, funksionari i PS-s Lagjes që do të rregulloj vajzën punë në shtet. Po kupton? Tani, ty mund duket sigur ky premtim është në përputhje me interesat e këtij qytetari. Unë mendoj që qytetarin këtë rast është gënjur nga ky, le ta quajmë patronazhisti i Lagjes, dhe dyta, ky sistem ku të fut në punë partia, po i dhe votën, është një sistem nga i cili herët avon do ta psojmë të gjithë. Pa do ta psoj edhe ai që atë moment mund ta zë vend e punës, sepse ai njeri që do zër vend e punës në mënyrë të padrejtë, pastaj kur shkojë te mjeku, ai mjeku nuk do jetë mjek i duhur, po do jetë gjysmë kasap. Kur shkojë te polici, nuk do jetë polici i duhur, po do jetë e kundërta e ruajtësi të rendit. Pra, unë mendoj që në jetën tonë, interesat tona afatgjata, objektive janë ato që përputhen me drejtësinë, me drejtësinë shoqërore. Prandaj dhe ne i bëjmë thirrje qytetarëve që edhe atyre që mund të duket se kanë ngel pengi një legalizimi apo një firme diku, ti themi që shikoj, le të mendojmë çik përtej këtij ngërçi, përtej këtij interesi sot për nesër, përveç se me shumë gjas po të gënjejnë, se mos harro diçka, ka 30 ca vite që bëhen zgjedhje në Shqipëri dhe 30 ca vite partia që është pushtet premton legalizime. Po të ishte për t'ua plotësuar këtë nevojë, dua kishte plotësuar me kohë të gjithëve. Pra, një dimension është gënjeshtra, që edhe ai që po thotë do t'jap legalizimin apo do të sigurojmë punë me shumë gjas të gënjen. Po edhe nëse nuk gënjen, ki parasysh që duhen marrë në konsiderat interesat afatgjat të tuat si pjesë e shoqërisë. Qartë. Më fal, po edhe antarët ose administrata nesër me qorit nga kjo shoqëri do jetë, kështu që nuk do i merrni nga Marsi, as nuk do i prodhoni do vendosin rregulla të reja dhe të drejta. Ju do sillni të pakorruptuarit dhe të pakorruptueshmit në këtë vend, sepse do i merrni nga një planet tjetër. Ju do linin punë ata që janë sot ministri që vjedhin, një pjesë të tyre, qofse po i referohem asaj që ju thoni, dhe ata do jenë edhe në qeverisin e qorit nesër. Dhe qori nesër do dali si Rama në 2013, që konstaton probleme, thot kur të vim ne, çdo gjë do jetë fush me lule, sepse e keqja është që vjedhin këta, jo se na mungon gjë neve, dhe pastaj thot kanë ngrënë kumbulla mbas shpinës time. Pra, më duket filmi i parë, Arlind, pa dashur të paragjykoj, sepse unë e thash në fillim që ju deri tani thoni atë që bëni dhe bëni atë që thoni, që është e vërtetë. Po, do ta bëjmë ata. Më fal. Kam dy polemika shkurtra mbi ato që tha. Vetëm shumë shkurt se jemi jashtë kohës se kam një pyetje tjetër. Se unë mendoj që Arlindi nuk e ka, se i mbaj tashunim, nuk e ka betejën me Ramën, por e ka betejën me veten. Janë 160.000 vota nga njëra anë dhe 14.000 nga ana tjetër. Tani që ishin këto? Janë 160.000 vota të Partisë Socialiste zgjedhjet e fundit, përballë 14.000 të Arlindit. Të Arlindit, po. Dhe tani unë nuk e mendoj kurse si delirant, si ca kolegë të tjerë të qorit që thonin dikur do marrim 71 mandate, që vetë Arlindit pretendoi që nesër do jetë kryetari i Bashkisë Tiranës. Në këtë kuptim nuk është se ka një betejë me Ramën sot. Kjo është e para. E dyta, nuk ka një betejë ndaj oligarkisë ekonomike, sot që flasim që kandidon për kryetar bashkie, sepse aty si është katandisur bashkia në kompetenca, nuk ka më punë kryetari bashkisë me oligarkët, se gjitha lejet i jep kryeministri. S'është ashtu të madh. Po edhe 8 kaçet i ka heq më burr, pothuajse. E kupton, dhe 8 kaçet ndërtimet i ka prap Këshilli Kombëtar i Territorit. Mi, por të marrë kështu thua ti, bakshishe gjëra, jam dakord. Po leje ndërtimi po punë ka. Jo leje, plasë bakshishet për leje. Është me pikërisht me establishmentin që këtu unë kam një pyetje pastaj. Mos ndoshta jeni shumë radikal për që jeni votueshëm, me që jeni votuar kaq pak dhe pse keni 14 vite eksperiencë, apo jeni shumë i vogël për që jeni kaq shumë radikal. Domethënë cili të ky është rebusi. Do t'i përgjigjem 3 çështjeve që ngritë. Vetëm sa më përmbledhur. Unë besoj që në Shqipëri ka shumë njerëz ndershëm. Madje mendoj që ka njerëz ndershëm dhe në administratën publike shqiptare. Në gjitha nivelet, ndoshta përveç nivelit të lartë, domethënë ka njerëz ndershëm. Por nëse janë ndershëm apo jo, nuk e vendosin rregullat e drejta, procedurat e drejta. E di pse unë nuk do sillem ndonjëherë si Rama, sepse unë, pavarësisht se kam pothuajse 3 vjet që bëj politikë elektorale, kurrë nuk i kam premtuar njeriu një vend pune. Kurrë. Kjo mund të ketë kosto politike. Por unë mendoj që qofse një ditë lëvizja bashkë fiton, s'ka për t'i pas borxh individualisht askujt. Për t'i pas i borxh shumë të madh shoqërisë,
kolektivit, paskush nuk mund na vim mbrapa se të thotë, meqenëse kemi dhënë lek, na jep këtë favor kundërshtim me ligjin, apo meqenëse na ke bërë këtë premtim të paligjshëm, për punësim paligjshëm, dua përsëri këtë favor. Tjetra. Ky është një projekt afatgjat. Tani, sigurisht, unë dhe Deliri jemi të kundur, në tepër karakterizohem nga modestia, nga herë dhe e tepruar. Mua nuk do më dëgjosh në herë që do them me siguri do e bëjmë këtë, me siguri do fitojmë, ama unë di nga përvoja politike që vetëm në matematik kemi siguri. 2+2 bëjnë 4 dhe nuk mund t'i vish vërdall edhe thuash që sipas ti kënd vështrimi bëjmë 5. Në politik gjërat janë çik më të mundshme se në matematik, pavarësisht se probabilitetin mund ta kenë tulet, po kupton? Kështu që unë do kërkoj votat e çdo qytetarit të Tiranës. Patjetër. Do thënë, dhe në qoftë se ndodh mrekullia dhe shumica e qytetarëve të Tiranës më votojnë, unë nuk do them, nuk e marr përsipër unë tani se si ishin përgatitur ne. Ne përgatitjen e bëjmë për çfarë do lloj rrethane të mundshme. Ju më konsideroni radikal, unë më duket vetja realist me thënë drejtë, sepse unë realist në kuptimin dinamik të realitetit. Se realiteti edhe nga e pena filozofike. Dua është radikale, jo, dakord. Ti mund ta shohësh si shqetësim X gjë dhe i radikal, pra i ashpër. Më lejo të bëj një saktësim, që mbas është një çik filozofik. Realiteti nuk është gjendje stacionuar edhe pa lëvizur. Realiteti është dinamik, realiteti është me kontradikta. Një moment caktuar kontradiktat e bëjnë më të mundshëm një hap të madh, një hap cilësor. Unë kam përshtypjen se shoqëria shqiptare po piqet shumë politikisht, madje po e tejkalon elitën e vjetër politike, vetë fakti që në zgjedhjet e fundit parlamentare, ato që nga opinioni publik u konsideruan si parti të reja, ndonse ju e dini që unë s'kam ndonjë mendim të mirë për to, por në tërësinë e tyre morën mos gaboj në Bashkinë e Tiranës diku rreth 12% votave, tregojnë që shoqëria po avancon, edhe në Shqipëri, edhe në Tiranë. Pra këto janë të dhëna objektive. Ju keni 12 vjet aktivizëm, Lapa i ka shumë më pak se ju, dhe ai mori një rezultat 3 herë më të lartë se ju. Dhe unë prandaj të pyes, jeni shumë radikal për që jeni votueshëm, apo jeni shumë i vogël për që jeni radikal? Pra të ka penalizuar me ndonë radikalizim? Ne jemi kandiduar në këto zgjedhje si parti politike. Edhe besoj, kemi qenë e vetmja parti që ka kandiduar si parti, dhe jo vetëm jo si koalicion, për edhe jo si bashkësi feudalësh. Në rregull? Nga PS-ja, te PD-ja, te gjitha këto, edhe këto partitë e reja, ato i shohin politikën si një aleancë përkohshme feudalësh. Jo thot, shkon në territorin X-ti, gjen një të fortë që ka dalë nga PS-ja apo nga PD-ja, edhe ai të thot, ma shet mua siglin e partisë në këto zgjedhje, edhe tentoj unë të hyn aty brenda, patjetër hyn aty brenda, sigurisht mbledh vota për vete, nuk ja del dot, por kur mbledhen ato vota të gjitha bashkë duket sikur ke marrë shumë vota. Por në fakt është akuzë rënd ajo nuk është, më kështu e interpretoj. Ajo nuk është fuqia e partisë, por është fuqia një aleance të përkohshme, feudalësh lokal. Se partitë e tjera kanë dhe për krenarim, o thotë, kandiduan Filani që ka qenë drejtor me PS-n, kandiduan Fistekun që ka qenë ish kandidat me PD-n. Ne kemi hyrë në zgjedhje si parti politike, gjithë kandidatët tonë janë vendosur nga antarësia jonë, dhe kjo është pesha jonë reale në shoqëri. Pa shpesha jonë si parti, pa i pasur borxh askujt individualisht, as çerek leku, as çerek favori. Kjo është pesha jonë, dhe për këtë arsye njerëzit mbas zgjedhjeve dhe na kanë vlerësuar, se nuk është rasti fakti që ne nuk u hëngrëm si qenë me njëri tjetrin. Unë me Redi Muçin e vetë të tjerët për një vend deputeti. Nuk është rasti. Nuk është thjesht produkt i karakterit tim të Redit apo tjerë me lëvizjen bashkë, por është produkt i një, si thua, solidariteti që ne kemi farktuar dhe një besimi që kemi farktuar me vite me njëri tjetrin. Prandaj u them që lëvizja bashkë është parti e vërtet, mund mos i pëlqej një pjesë e shoqërisë mbase unë si fytyrë, ide tona, ne jemi negocime me shoqërinë, duam t'i shpjegojmë shoqërisë pozicionet tona. Pra nuk ka diskutim që ne jemi parti e vërtet, besojmë ca gjëra, mua nuk duken radikale, besoj do kemi rast herë tjetër të flasim për idet tona për Tiranën. Propozimet që ne kishim për Shqipërinë në 11 maj dhe kemi për Tiranën në... Do flasim. Do kemi rast, besoj, herë të tjera. Sot ishte parja. Do kemi rast herë të tjera, por po them mua nuk po duken radikale, sepse idet tona, propozimet tona, se cila prej tyre është e realizuar prej kohësh madje, jo në Korenë e Veriut, por në vendet më të përparuara të Evropës perëndimore. Më kuptoni, pra nuk jemi duke kërkuar gjëra që janë jashtë kohës, që janë jashtë perceptimit të normalitetit, jemi thjesht duke kërkuar që vendin ton, e qytetin ton në këtë rast,
ta bëjmë tjetueshëm, ta bëjmë një vend normal. Arlind, para se ta mbyll, se ne do të komi prapë. Dhe do flasim pasaj me detaje çdo bëj Arlindi për Tiranën, ëh? Do ketë pika, ne do bëjmë një platformë. Po sot s'është momenti se vetë Arlindi sapo zgjedh. Kemi mbaruar programin, pikërisht na duhet edhe javë kota. E fundit fare, sepse më duhet ta mbyll, më vjen një mesazh, më thotë, të lutem, pyete Arlindin, nëse do kishte gjë në dorë, pra nëse do ishte kryetar i Bashkisë Tiranës, çfarë do bënte me trotuarët mbrapa? Po nuk e di se Arlindi e di apo jo, se Arlindi është më shumë aty të rëtëshoja jemi. Aty të rëtëshoja. Trotuarët mes rrugës. Në mes rrugës, janë bërë trotuarët mes rrugës, kanë kushtuar rrugën e makinave. E ke parasysh vendit të paktën apo jo? Si bën përshtypje se lëviz këmbë ose me biçikletë. Prandaj po e pyet. E ke parasysh apo jo? Që kanë bërë sa të kuqe atje, kanë bërë me bojë të kuqe, dhe atje makinat kur vinë nga dy anët, te ambasada italiane, dhe nga ana kur vjen kthe nga Unaza, nga drejt, po mirë thash nga Unaza, aty krijohet një si gyp kështu, si hink, dhe pam ndërpritet trafik. Tani unë jam munduar shpesh ta kuptoj pse është bërë kjo gjë. Nuk e thot njeri, as media nuk i ruhet fare trapi, se nga njerëz pa përgjegjshëm, në përgjithësi, dhe unë e kam këtë se duhet ta bëj si simbolik për këtë zgjedhje. Ore, pse është bërë ajo? Pra që të japësh rëndësinë ka kuptuar biçikletave. Po ndërkohë, pse është bërë trotuari në mes të rrugës? Pra ai trotuar urdhënë jo? Për ulu para mbretit. Për ulu përpara mbretit. Po çdo më thon për ulu pra. Po do ulë shpejtësinë aty për të kaluar. Po s'është para, nuk është e kryeministria ajo. Ajo është nga liceu, aty është kaluar tani afër. Nga shkolla Kosova e poshtë. Ka shkuar tani edhe drejt kryeministrisë kjo. Do bëhet trotuari dhe atje. Nga ana e Rognërit nga mbrapa. Po çfarë bëj që ulet shpejtësia makinave për arsye sigurie, se nuk ma thot njeri pra. Se di. Arin, që do bëje po të kisha mundësi të bëj? Do ta hiqje ata apo do lirë ashtu? Se pyetja është shumë specifike. Disa voto do mirë po ta hiqje. Shumë specifike. Në qytetin tonë bëhen shumë gjëra absurde. Një nga gjërat që ne duam të propozojmë që ne të kemi një plan të ri urbanistik, që ti mendoj gjithë këto gjëra. Pra të mendoj raportin midis transportit publik, transportit privat, ndotjes, trafikut e gjithçka e tjetër. Problemi i Tiranës deri më sot ka qenë që kanë dashur ata që kanë qenë krye të harmonizojnë dhënien e lejeve ndërtimit pa kriter për gjithçka, ndërtim, me disa ekuilibra që pastaj nuk shkon. Na duhet një plan i ri, na duhet ta mendojmë territorin shumë mirë, që të kaloj edhe autobusi, një nga çuditë e mëdha të Tiranës së muajve të fundit. Është janë ndërtuar disa korsi dedikuara autobusësh. Ne kemi kërkuar këtë gjë që zgjedhjet e kaluara. Janë ndërtuar ca korsi të reja. Po vetëm autobusi s'kalon dot aty. Qartë. Se nuk ngel makinë pa parkuar në vend të. Po kur thanë shoferave çfarë do ju bëni zoti Qori apo kjo? Një minutë. Kur ti e bën një investim, ti merr dhe masat që ai investim ta zbatohet. Pra ne na duhet që ta përmirësojmë transportin. Një lloj si në Tiranë, ajo e dedikuar ai ishte në Strasburg për shembull, po nuk kishte shanse që ti të shije një makinë që të futej atje. Por sa zgjidhmë, pse s'ri këtu në Ballkan? Po pra, po ky është mentalitet. Tu pastaj është çfarë ti bësh shoferit flogert. Edhe herë, mentaliteti krijohet nga zbatimi i ligjit. Zbatimi i ligjit apo frika jobe madhe janë. Ne na duhet zbatimi i ligjit. Na duhet një administratë korrekte, eficiente, që zbaton ligjin, që nuk kapse të falë kot. Dhe na duhet pastaj edhe një kuptim mbarshoqëror që ne duhet t'i japim. Unë vota këtu. Lloj rëndësi. Për mua llogarima ime e parë nuk është populiste kjo. Të marr vota me çdo kush. Prandaj është të respektuar. Unë dua që tu jap qytetarëve të Tiranës idenë që ne na duhet bie fjala një transport publik cilësor i shpejt. Në momentin që ne hypim në autobus, edhe xhiroja rreth rrotull Unazës bëhet për 23 minuta. Këtu fitojnë të gjithë. Dhe kushtet e autobusit janë kushte shumë të mira. Atëherë shumë njerëz nuk do kenë motiv për ta marrë makinën në përditshmërinë e tyre. Po që kjo të realizohet, ajo drejt korsie dedikuar duhet të respektohet. Mirë, po çfarë ndodh? Jo vetëm parkohet në ato korsi dedikuara, po edhe pallatet që ndërtojnë, se u kaloj rrugës për në shkollë. Shkojnë deri atje. Shkojnë deri aty. Do të thënë, trotuarin e ka zënë çfarë? E ka zënë pallati që po ndërtohet e ish ekspozita. Atëherë njerëzit, edhe kur s'ka makina, do ecin korsinë e dedikuar. Kjo është shpenduri. Kto ti ka marr braçja këtu? Kto është shpenduri? Në mbase braçave i ka marr mua, se u kanë vite që i them këto gjëra. Është vërtet kjo. Ai po i denoncon tani. Kjo është një shpenduri urbanistike. E ke parë atë? Pra ndërton korsinë e dedikuar, këtu ndërtohet pallati mbi korsinë e dedikuar, pastaj kalon njeriu, pastaj biçikleta, pastaj autobusi, nuk shkon. Pyetja e fundit. Jo, marrë një sekond. Nëse kem ndonjë shembull son antikiteti, po do jetë për këtë do plas tani unë. Pyetja e fundit Arlind për ty është kjo. Do ti do e mbyllësh me shembull son antikiteti, please. Po për pyetjen tjetër, jo për këtë. Dakor. Arlind, a mendojnë që
e di që s'ti intereson fare. A mendojnë që Flogert vetëm nga një fjali përgjigje për këtë, Marsit. Okej. A mendojnë që Erion Veliaj mund të jetë kandidat nga Burgu për këtë zgjedhje? Mund të shpallë kandidaturën, sepse i lejohet. Nuk e besoj. Jo, thua ti. Gjithçka mund ndodhë. Unë nuk e kam idenë fare, po politikisht më duket e pamundur. Ai po lufton që të mos humbi qenit kryetar në gjykatë. Ate humbi se më thanë që gjykata kushtetuese nuk e pranoi rekursin, pra. Unë kështu dëgjova, se ka pranuar gjykata kushtetuese rekursin. Nuk kam parë lajm tillë. Mua kështu më erdhi mesazhi. Nuk e di, po Por e megjithatë, apo ti thua s'ka kohë. e megjithatë edhe sikur të ketë kohë, do ishte gafe Erion Veliaj. Pse? Po sepse do ishte thjesht duke hapur një betejë tjetër politike, ndërkohë që ka betejë ligjore pafund atje. Sulmi është mbrojtja më e mirë apo jo? Dakor, më po, do ishte luz-luz situata. Ka që për të humbur thua ti që nuk do ta kruaj shumë. Pa jo, nuk është, domethënë, do ishte shfokusim nga betejë e tij e vërtet. Për betejë e tij vërtet ti mendon që është ligjore, nuk është politike? Absolutisht është vetëm ligjore. E thua e beson këtë që po thua? Unë mendoj krejt kundërtën, s'është as pak ligjore dhe është totalisht politike. Dhe mendoj që në këtë betejë politike, mënyra si po vepron është kundërti. E pra sepse siç e the me të drejtë dhe me qartë, morë precedentin Alqiviadit, gjë që Veliaj nuk e bëri për sa kohë. Alqiviadi për publik që nuk e ka harruar është Alqiviadi Arben Ahmetaj, i cili nuk donte që ta arrestonin, ta fusin brenda dhe iku. Dhe iku, po. Dhe edhe Erion Veliaj nuk duhet thjesht ikte, po duhet ikte në kampin e kundërshtarëve. Se kjo është thjesht totalisht Alqiviad. Pra kur krau politik për të rënë shkurt dhe për mos i lodhur njerëzit, cili ti përket për shkak të xhelozisë, intrigave apo dhe forcave politike brenda një fuqie të sulmon, atëherë në vetëm mundësi që ti kjesh të reagosh edhe më fort se sa sulmi. Në moment që ti nuk vepron, fabula tjetër do jetë vetëm pak sekonda, plas të radio fabulën tjetër para se të mbyllim emisionin. Ja shikoni. Arlin, një koment për këtë që ne do plasim tani, Ledio do e plas tani për një publik që kanë mbritur tani dhe nuk e di fare që kanë ndodhur. Ledio, të lutem plase pak, Arlin e di, edhe çunat e din, po ka shumë njerëz që nuk e din, dhe se nuk janë detyruar të ndjekin aktualisht siç e ndjekim ne. Shikoni. Batutën e Ramsit 4 me Macron dhe me atë Alievin, si është tallur me Trumpin. Jepi Ledio. You should make an apology to us because you didn't congratulate us for the peace deal that President Trump made between Albania and Azerbaijan. I'm sorry for that. Yeah. So, and you worked very hard. You worked very hard. I bie dhe në faqe këtë Macronin, sa i dashur, se i përpara. I do shumë ta është, bie në faqe për këdel. Po, Arlin, si duket kjo histori? Është i fort Ramsi që ka, le ta themi trosh, që ka bytë që të tallet gjithsesi me një prezident, kushdo qoftë ai, me prezident amerikanë kanë fjalën. Tani unë se dija e dinte Rama që po filmoj apo jo. Sipas Kullës nuk e dinte. Unë dyshoj që e dinte, sepse nuk mjafton vetëm kjo. E di pse e dinte. Se nuk ja tha vetëm Macronit atje këtë batut për të tallur. Shikoje, ke provën tjetër. Shikoje. Kjo nuk është bërë shumë virale, çudi e madhe. Jepi Ledio. Shife para gazetarëve, të njëjtën gjë. Është anglisht, po të gjithë e kuptojnë. Jepi Ledio. Ja, shikoje. Para gazetarëve ka thënë fikse një njëjtën gjë. Ja, shikoje. E ka Ledio gati. Po sa të shtypet, sa të kaloj. Dori aty ja. Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Fantastic. No, Azerbaijan and Albania already has a peace deal because we were in war. So now we are in peace. Operacion quhet. Strategji komunikimi është Ose kisha parë këtë filmin e dytë, domethënë. është dallohet, është sa dhe ja, edhe Flogerti që ka gjithë këto vite që se thuash punon në këtë lëmin e ekspertizës së komunikimit, kjo dallohet qartë va. Pra nuk është rasti ajo atje. Dhe e bukur është që ky summit, ky komunitet politik që organizon Macrona 2 herë në vit, ky është herë e dytë, një e bën në Shqipëri, një po e bën tani në Danimark, nuk e di që mbaroi. Ramsi duam zonë kapi gjithë vëmendjen, është bërë xhiron e botës. Është lajmi sot dhe dje më duket filluar apo që sot. Dje fillon. E arriti këtë gjë. Puna është ku e gjen fuqinë vlla të tallet me gjithsesi me njeriu që udhëheq perandorin. Ose të paktën një nga perandorit më të mëdha, më të madhen aktualisht. Kjo pyetje që shtronti mund të bëhet vetëm kushtet ku është Trumpi presidenti SBA-s, ose çdo njeri unë përfituroj sikur ta bënte një batut me Obama. Se bëri Obama një lapsus, edhe Rama të bënte i batut tillë, askujt nuk do i shkonte në mendje. E ka bërë Berlusconi pra. Belo
Abronzato. Dakor, do të thënë, fakti që Trumpi është i president anormal, në kuptimin e sjelljes, e gjesteve, e mënyrës si mendon, e bën që të gjithë të rrinë pak kështu, thonë, ç'po thot ky. Sepse çdo president tjetër në vend të Trumpit, s'kishte përqen fare problem, edhe gjithçka do shkodhe me sportivitetin më të madh, sepse fundja nuk kushtohen marrëdhënie midis shteteve. Nga një batutë. Nga batuta. Nuk kushte normale, flas gjithmonë. Tani, momenti që kemi një president aq egocentrik në SBA, që bezi pret që çdo njeri që e viziton ti thotë ti je më i miri, ti je më i madhi, ti je më i bukuri e kështu me radhë. Dhe ndërkohë që kemi një kryeministër kaq egocentrik në Shqipëri, po tani ku diun? Po prapë, nuk do i jepja shumë rëndësi timin e, domethënë ti thua kalon. Trumpi thua ti se ka pas deklarat ambasadë o thot, ka pas deklarat shtëpi e bardhë. Se di, çfarë ka thënë, nuk e di. Ja, shikoj, ka letë. Ne punojmë për paqen në këto. Ky është qëllimi. Po ndërkohë që kujdes, gjithë kundërshtarët e Trumpit në Amerikë, edhe kandidati i mundshëm për president, një demokrat që unë harroj emrin, gjithmonë, ka dalë dhe ka shkruar në Twitter, pra në X. Po, prandaj po them. Që shikoj se ti po kallën, shikoj se kanë disa Amerika, pa e kanë përdorur kundërshtarët e tij atje, gjithë, le që kanë marrë gjithë mediat një herë. Po dhe kundërshtarët e tij po e përdorin. Ti thua nuk ka asnjë pasojë Ramsi nga kjo. Thash këtë, po them. Fakti që është Trumpi, fakti që është një personazh i veçantë në krye të SBA-s, gjithë ne na lë me këtë dyshimin që mos ka ndonjë pasojë. Mirpo, duke njohur çik më thellësi politikën amerikane, presidenti nuk është se vendos gjithçka në SBA, domethënë ka edhe një strukturë politike brenda partisë vet, brenda si thua sistemit politik amerikan, kështu që sigurisht Trumpi ka tronditur shumë gjëra. Mirë, po mos harroni diçka, midis batutave të thënit dhe politikave shtetërore ka një lloj dallimi. Po ta vini re, edhe qëndrimi i Trumpit ka ndryshuar disi në raport me Ukrainën. Kur erdhi në fillim, tha praktikisht Ukrainës dhe kanë fajin, me vrap marrëveshje, çdo lloj marrëveshje me Putinin. Pastaj, me sa duket, u ngeci sharra ngosh diku, ca prej kokforcisë dhe fakti që Putini nuk bën asnjë lëshim. Ca besojnë edhe prej faktorëve të tjerë që kanë rëndësi në sistemin politik amerikan. Se unë i referohem, është një geopolitikan italian që unë janë ndjek her pas here ligjërata, Dario Fabri, dhe kam dëgjuar që thot diçka interesante, thot për SBA-n. Janë një perandori pa perandor. Se zakonisht perandorit ka një perandor, pra ka një njeri të gjithë pushtetshëm që vendos gjithçka. SBA-ja sigurisht është një shtet i tej fuqishëm. Por ama deri më sot paktën, nuk e dim çfarë do ndodh në muajt e në vitet e ardhshme, nuk ka pasur perandor. Në historinë e SBA-s nuk ka pasur perandor, pra nuk ka pas një president që vendos gjithçka. Qartë. Do kupton? Kështu që në këtë sens ti e shikon këtë si një gjë që kalon. Bën një xhiro të madh, bën një zhurmë dhe kalon. Nuk besoj që do ketë, paktën për këtë gjë do ketë, ku diun, efekte afatgjata. Por gjithsesi të shohim ashtu. Flogert, me një fjali të lutem, sepse këtu kemi kaluar çdo limit. Domethënë Rama ka gjetur mënyrën e Trumpit për të shkuar tek Trumpi. Qartë. Ka hedhur një batut. Duhet thënë pas një marrëdhënie inekzistuese deri tani. Ka hedhur një batut përpara gazetarëve, nuk ka dhez, thon shqiptarët. Nuk ka dhez, domethënë nuk ka ndezur. Nuk u bë viral dhe e bëri me mënyrën tjetër për të shkuar tek Trumpi. Dhe Edi Rama ka mundur me këtë deklaratë shkoj tek Trumpi. Sigurisht, qofse Trumpi e ka parë këtë batut, ka qeshur një lloj siç qeshi Macroni. Sa ajo dukshëm ishte gallatë. Pra ti thua nuk është inatçor Trumpi. Ishte vetëm, po Trumpi Rama i tha turpi njerëzimit. Edhe pastaj atakoi dhe tha është po djali mirë. Ti do të takosh i pari. Po. Kështu që kjo është instrument PR-i fantastik dhe Rama ka kuptuar një gjë. Rama ka mësuar trukun se si t'ju hedhi karreme mjeteve ndërkombëtare. Si t'ja bën që të kthejnë kokën një i madh? Planeti. E bëri me diellën. Tani e bëri aty, por sigurisht ka dhe instrumentat. Pra gjen momentin. Përpara gazetarëve nuk ndezi ajo. Se nuk ju thoshte askujt asgjë. Tek Macroni dhe ai zotria i Azer, aty pastaj u bë virale. Edhe unë kështu mendoj. Truk fantastik. Marsi ç'na mëson dikitetet lidhur me këtë ngjarje? Si silleshin të vejlit përballë të mëdhenjve në atë kohë? Në lidhje me këtë ngjarje, do i referohem një nga filozofëve të mi të preferuar, i cili është pasuesi i Zenos Elias ose shkolla e stoikëve, që është Seneca, i cili ka jetuar nga shekulli 5 deri në vitin 65, nga viti 5 deri në vitin 65, mbas lidhjes Krishtit ose mbas erës së re në Rom,
edhe në një nga librat e tij, Epistolate morale drejtuar Lucilios, që është një nga dishepujt e tij, po që sot është përkthyer letra nga historik, i cili konsiderohet dhe konservator i parë, ka një moment në cilin i dërgon një letër ku i flet për artin e të folurit në publik, për të folur në publik dhe se si duhet që elita politike ose një funksionar publik duhet të flasin në raport me qytetarët ose me audiencat. Dhe Seneca bën këtë dallim. Ai thotë duhet kish kujdes mos kopjosh cirkulatorët dhe cirkulator, Seneca quante njerëzit që dilnin rrugë dhe bënin ose një numër magjie, ose tregonin një barcolet, ose thoshin një fjali që shkaktonte të qeshura. Dhe Seneca thoshte diferenca e njeriut publik, ose ati që flet në shqetësimin e vet për popullin ose për njerëzit, ose filozofi, duhet të bëjë të heshtin. Pra kur një filozof flet, njerëzit duhet të heshtin, se duhet të mendojnë, kurse kur dikush qesh ose shkaktohet e qeshura, thjesht zbavitet. Qartë. Është e vërtetë, thoshte që në një moment ti e fiton vëmendjen e turmës, e fiton vëmendjen e njerëzve, mirë po kjo nuk përbën esens, nuk ka mendim dhe nuk ofron zgjidhje. Dhe në qoftë se Seneca sot ishte gjatë dhe shikonte këtë gjë, për të Rama do ishte asgjë më shumë se thjesht një cirkulator. Dhe jo njëri që i bën tjerë të heshtin kur flet. Shqetësimi real do ishte në qoftë se Rama do thoshte diçka që në raport me politikat, me aktet e Trumpit, do shkaktonte heshtje, do shkaktonte mendim dhe për më tepër do e shqetësonte. Pra, qëndrimi i parë i Ramsit në kohën që erdhi Trumpi të parë është më serioz se kjo që bëri ajo. Që u tall me gafti. Ishte kënaqësi, Arlin Qoni do e kemi sërish. Jam i bindur në këtë studio deri para 9 nëntori kur janë zgjedhje. Falenderit shumë Arlin Qoni, kujtoj të gjithëve që Arlindi sot u vendos nga partia e tij që të jetë kandidat i zyrtar i zgjedhjeve të 9 nëntorit për Bashkinë e Tiranës. Ndërkohë nuk e pyetëm Arlindin nëse do keni kandidat në bashkitë e tjera. Jo, janë 5 bashkitë e tjera, janë 6. Vetëm Tiranë. Falenderoj Flogert Muçën, e gjeni te lexo.al. Flogerti është gazetar tashmë i vjetër, quhet dhe pse është akoma djalë i ri, në eksperiencë dhe ekspert komunikimi. Flogerti është një nga ata personazhet i cili gjithashtu njësoj si në politikë dhe në media krijon një endek, ca e dashurojnë, ca e urrejnë, dhe kjo është dhe sukses. Unë gjithmonë më pëlqejnë këta personazhe dhe kur sem dakord me ta, kam qejf t'i kem afër. Kështu Flogerti shpresoj do ta kemi shpesh në studio edhe këtë sezon. Falenderoj Flogert. Me kënaqësi. Dhe Marsit Gupi sigurisht miku im i vjetër, i cili është filozof, është jurist, avokat, penalist dhe pedagog te Marin Barleti. Ora është 23:30 minuta. Unë i falenderoj jashtëmase që ndruat me ne, të gjithë që na keni ndjekur përveç në MCN TV. Ju kujtoj se ne do të jemi sërish bashkë të martën në orën 10, të mërkurën në orën 10 darkës dhe gjithmonë të premteve në orën 9 darkës, siç është traditë. Kemi startuar pra sezonin e 23, pra vitin e 23 të emisioni Zonë e Lirë. Ky ishte episodi 989, bashkë takohemi të martën, deri atëherë unë do vazhdoj t'ju kujtoj se ju e keni shumë pranë parajsën, të gjithë ju që jeni të zhgënjur, prisni deri për zgjedhje, votoni atë që doni ju, votoni, pavarësisht se keni bindje që votat manipulohen, inxhinjerohen etj. Gjithsesi, mirë është të dilni të votoni, sa më shumë të votoni ju, aq më mirë do jetë për të ardhmen e kalamajve tuaj. Këtë jo them seriozisht. Në qoftë se zhgënjeheni prapë dhe pas këtyre zgjedhjeve të pjeshme të 9 nëntorit, ju e dini mos shkoni në asnjë vend të Europës, Europa po vjen këtu, ju e dini tashmë. Apo jo, ne po bëhemi, Europa po bëhet si ne është duke degeneruar totalisht. E keni shumë afër, e keni këtu afër në Kosovë. Vend normal. Vend normal, le dio, Kosova.